Mesditën e gjeshme rreth orës 13 në shkollën e mesme teknike komunale të Gostivarit ka ndodhur një incident i përgjakshëm. Nga ky incident i ndodhur në mesin e nxënësve të kësaj shkolle, 3 prej tyre kanë përfunduar me plagë të rënda të therrur me thik në spitalin e Gostivarit. Rrahja dhe përdorimi i thikës ka ndodhur pas konfliktit verbal mes 4 nxënësve, në njërin anë 3, kurse në anën tjetër një nxënës i vetëm i cili ka përdorur thikën ndaj 3 nxënësve tjerë. Policia njofton se 3 nxënësit e therrur në shkollën teknike të Gostivarit janë njëri 15, njëri 16 dhe i treti 18 vjeç, kurse nxënësi që ka përdorur thikën është 17 vjeç. Që të 4 nxënësit e përfshirë në këtë incident janë nxënës të shkollës së mesme teknike të Gostivarit. 3 nxënësit e lënduar janë nga fshati Vrapçisht, kurse 17 vjeçari që i ka therrur me thik është nga Gostivari. 17 vjeçari fillimisht i ka ofenduar ata e pastaj ka nxjerrur thikën dhe i ka prerë që të 3. Njërin dorën e majt, njërin në shpinë, kurse të tretin e ka prerë në të dy duart. 3 nxënësit e lënduar pastaj janë dërguar në spitalin e Gostivarit dhe pas dhënies së ndihmës mjekësore ata janë lëshuar në shtëpi. Fatmirësisht, pos plagëve ata nuk janë në rrezik jete. Policia njofton se e ka arrestuar 17 vjeçarin dhe është gjetur edhe thika që ai ka përdorur për të therrur 3 moshatarët e tij, të cilët ai paraprakisht e ka hudhur në afërsi të shkollës pas incidentit. Pas zbardhjes së plotë të incidentit ndaj 17 vjeçarit do të ketë edhe ndëshkim. Po ashtu sot, rreth orës 10:30 në qendrën tregtare Leptokaria në Shkup ka ndodhur një incident me nxënësve të shkollës së mesme Zdravko Cvetkovski, me që rast ka pasur lëndime trupore një nxënës i kësaj shkolle. Rrahja ka ndodhur pas konfliktit verbal mes nxënësve të shkollës së mesme Zdravko Cvetkovski, ku njëri prej nxënësit ka nxjerrë thikën dhe ka sulmuar një nxënës tjetër. Autori ka qenë një i mitur nga fshati Gërçec. Sipas policisë, personi ka marrë lëndime trupore, ndërsa autori është larguar nga vendi i ngjarjes. Policia njofton se ka arrestuar një person pasi është gjetur arma me të cilën është kryer sulmi, ndërsa punohet që të verifikohet nëse bëhet fjalë për autorin e veprës.